ndonë se ka përgjegjësi krejtësisht ushtarake. Komandanti i KFOR-it Enrico Barduan e pranon se po i ndjekin edhe zhvillimet politike në vendin tonë. Generali italian në një intervistë ekskluzive për emisionin 5 të televizionit Dugagjini, tekson ndërlidhjen mes një mjedisi të sigurt dhe situatës politike. Ne nuk ndërhyjmë në politikën e brendshme të Kosovës, por në të njëjtën kohë jemi duke i ndjekur zhvillimet politike, duke përfshirë edhe zgjedhjet për parlament që janë mbajtur në shkurt, edhe pse nuk kemi parë ndonjë ndikim të drejtë në stagnimin politik aktual në situatën e sigurisë. Ne inkurajojmë të gjitha palët që të gjejnë një mënyrë të ecin përpara që është në të mirën e të gjitha palëve që po jetojnë në Kosovë. Në sytë e ushtarakut që udhëheq forcën shumë kombshme të NATO-s në vendin tonë, situata e sigurisë mbetet e breshtë dhe sensitive. Zgjidhja e raporteve Kosovë-Serbi sipas Barduanit mbetet politike e jo ushtarake dhe rruga për të është dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. I pyetur për sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it në maj të vitit 2023 në Zveçan, Barduan tha se nuk dëshiron të spekulojë për hetimet, por derisa e dënon fuqishëm atë, ritheksoi se përgjegjësit duhet të sillen para drejtësisë. Ndërkohë në lidhje me deklaratat për lëvizjet e shtuara të ushtrisë serbe përreth kufive të Kosovës, i pari i KFOR-it tha se nuk ka pasur ndonjë ndryshim. Si komandant i KFOR-it, mund të konfirmoj se prej fillimit të mandatit tim unë nuk kam parë ndonjë shkelje të procedurave të tilla, ose që na kanë njoftuar se ka ndonjë ndryshim të madh në vendosjen e tyre. Situata përgjatë linjes administrative kufitare është e qetë dhe tërësisht nën kontrollin e KFOR-it. Gjatë këtyre viteve, KFOR-i ka krijuar e lidhur bashkëpunim të mirë me forcat e armatosura të Serbisë, dhe këto janë të dëshmuara me kontaktet e rregullta të KFOR-it me homologët tanë të Serbisë. Ne gjithashtu edhe në mënyrë të rregullt kemi edhe patrullimet të sinkronizuara me forcat armatosura të Serbisë në anët tona përkatëse të linjes administrative kufitare. Ndryshime nuk ka pas as në formën përmes së cilës do t'i mundsohej operimi në pjesën veriore, pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Sipas përkushtimeve ekzistuese, Forca e Sigurisë së Kosovës ka nevojë për 1% të komandantit të KFOR-it për të zbarkuar atje për të ndërmarrë ndonjë mision në veri të Kosovës. Ky përkushtim mbetet i rëndësishëm për NATO-n dhe është në të mirën e një mjedisi të qetë dhe të sigurt. Dhe më duhet të them edhe një herë që unë mirëpres atë pjesën e vazhdueshme të lidhjes që përkushtohet edhe institucionet e Kosovës dhe FSK-n në këtë pëlqim. NATO, sipas Barduanit, mbetet e përkushtuar për stabilitetin dhe paqen në Kosovë dhe rajon, duke hedhur poshtë kështu pretendimet për largimet eventuale dhe vizita e Këshillit të Atlantikut të veriut bashkë me sekretarin e NATO-s Mark Rutte në mars të këtij vitit, mbetet e një dëshmi e prekshme për këtë përkushtim.